Përshëndetje njerëz, unë jam Hëna. Kjo është videoja ime e parë që po bëj në YouTube dhe doja t'ju thoja të më supportoni me një subscribe, një comment dhe pse jo një like. Doja t'ju thoja që videoja është What I have in my school bag. Okej, doja t'rregoj çantën. Çanta është kjo, është shumë e rëndë, si çdo fëmijë shqiptar tipik me shkollën e tij, dhe do shikojmë se çfarë kam në çantë. Okej, gjëja e parë që kam në çantë është kjo facoleta e thatë, sigurisht duhet të rri gjithmonë në çantën e shkollës, kjo. Gjëja e dytë, kuleta. Kuleta do t'rregoj edhe çfarë kam brenda. Një korrektor, një stilolaps me gomë, një stilolaps të zi, një stilolaps blu, një laps, më falni, një gomë me babaj gjysh, labelin, sepse me plesorit është shumë pusët, ngjitse. Kjo është kapaku i stilolapsit të zi dhe stilolapsi i kuq bashkë me kapakun e stilolapsit të kuq. Sigurisht librat nuk mungojnë kur në një student, si për shembull të mirë, ta zem. Por ka dhe student që nuk janë shumë mirë, por sigurisht librat kur nuk hiqen nga çanta, sigurisht, se prandaj shkojmë në shkollë. Sot është e martë dhe sigurisht unë të martën ka matematik edhe historin. Kjo është matematika dhe është përgatitus për provimin kombëtar të arsimit fillor. Kjo është libri dhe historia. E shikonim. Okej. Më pas kam një dosje të madhe që mbaj gjërat e mia dhe një blok shënimesh për klasën e 5. Sigurisht dhe gjërat që nuk mungojnë asnjëherë në çantë është kjo shkoleta ime, because I'm just a girl. Dhe këto janë lapsa të gjithë. Nice. Bidonin e kam, por e kam nxjerr nga kuzhina dhe po përtoj të shkoj ta marr dhe të sin e bukës. Dhe gjëja e fundit është një flet nga shoqja ime. Unë e kam parë më përpara, she's so cute. Është dora e shoqes time, se nuk e kam aq të madhe, është më e vogël dora ime. Edhe I love you best friends. Wow. Kjo ishte videoja ime, arritëm në fund të videos dhe do ju thoja nëse ju ka pëlqyer bëni një subscribe, një comment dhe pse jo një like, nëse të më supportoni dhe të shikojmë nëse doni akoma të vazhdoj të bëj video, se më kishe ikur kamera mbrapsht. Bye!